Në rendin e ditës kemi hapja e punimeve, pika e parë, hapja e punimeve sesionit të 11 të legislaturës, të dytë të legislaturës të 11. Pika e dytë, miratimi i proces verbalit të seancës plenare të datë mos bërtit, të datës 18/12/2025. Pika e tretë, njoftime. Të nderuara kolegë dhe kolegë deputet, me rastin e hapjes të sesionit të ri parlamentar, po marr fjalën për të nënvizuar disa nga prioritetet dhe objektivat e këtij sesioni të ri. Të nderuar kolegë deputet, uluni. Uluni të vazhdojmë, sepse është hapja e sesionit dhe është një seancë solemne. Respektoni kuvendin. Të nderuar kolegë deputet, sot nisim sesionin e dytë të legislaturës së 11. Ju uroj një vit të mbar, shëndet edhe mbarësi në familjet tuaja dhe në çdo familje shqiptare. Uroj që ky vit jetë një vit pune i mirë, me më shumë qetësi institucionale dhe me më shumë rezultate që do të ndjehen në jetën e qytetarëve. Në këtë kuvend na ka sjellë besimi i qytetarëve nga të gjitha anët e vendit. Ata presin që ne të mbajmë parasysh interesat e tyre dhe interesat e vendit. Do ngjiresh, kujdes, kur propozojmë apo miratojmë ligje, të rinjt duan të binden se nismëria për ta është më e mirë këtu në krahasim me çdo opsion tjetër. Të moshuarit duan të sigurohen se mundi viteve të punës do të shpërblehet me ditë të bardha. Qytetarët në qytet apo në fshat kërkojnë siguri dhe standarde gjithnjë më të mira shërbime publike dhe infrastrukturës. Agenda integruese në Bashkimin Evropian, që do të jetë kryefjala dhe në këtë sesion të ri, ka potencial të jashtëzakonshëm për të dhënë përgjigje për sfidat e shoqërisë shqiptare dhe për të kthyer në një narrativ kombëtare entuziaste. Ky sesion nuk është thjesht vazhdimi i një kalendari, është një provë e dytë, provë e pjekurisë son parlamentare, e standardeve që pret shoqëria prej nesh dhe aftësisë për ta kthyer momentin evropian të Shqipërisë në ligje të mira, institucione më të forta dhe një dialog politik më dinjitos. Gjatë sesionit të parë u përballëm me një ngarkesë të konsiderueshme pune dhe me një agjendë të ngjeshur ligjvënëse dhe mbikëqyrëse. Por le ta pranojmë me sinqeritet, krahas volumit punës, kemi pasur shpesh edhe një mbi ngarkesë politike larg funksionit tonë dhe larg nevojave reale të qytetarëve. Në vitin që vjen do të ketë më shumë ligje për shqyrtuar, më shumë detyra për komisionet, më shumë raporte dhe kontroll, më shumë monitorim të reformave dhe më shumë pritshmëri nga publiku. Do të ketë edhe më shumë sfida politike, por detyra jonë është ta mbajmë kuvendin në rolin e vet. Një institucion që prodhon zgjidhje dhe standarde, jo zhurmë. Gjatë sesionit kaluar zhvilluam 18 seanca plenare, miratuam 41 ligje dhe 59 vendime, u zhvilluan 2 interpelanca dhe 2 mocione me debat. Deputetët e shumicës mbajtën 229 diskutime me kohë zgjatje rreth 40 orë, ndërsa deputetët e opozitës 330 diskutime me kohë zgjatje rreth 48 orë. Falenderoj të gjithë kolegët deputet, administratën parlamentare dhe strukturat mbështetëse, sepse pavarësisht tensioneve, ky kuvend ka vijuar të funksionojë, të vendosë dhe të prodhojë. Por këtë vit na duhet diçka më shumë fokus dhe më shumë disiplinë ndaj agjendës europiane. Një parlament europian nuk matet vetëm me numrin e ligjeve që miraton, por dhe me kulturën që përçon. Ne nuk mund të kërkojmë standarde europiane nga shoqëria nëse brenda kësaj salle nuk vendosin standarde të reja të sjelljes dhe të respektit institucional. Për këtë arsye duhet ta riteksoj qartë: gjuha e urrëties, fyerjet, personalizimi i debatit, përçmimi, përbaltja nuk mund të normalizohen dhe nuk do të shiten si politike fort.